Trekëndshi i pasurisë. Si të bëhesh i pasur? Strategjia e trekëndshit të pasurisë që mund të bëjë të pasur. A e di se çfarë tregojnë statistikat e administratës së sigurimeve shoqërore? Nga 100 persona, 1 do të jetë i pasur, 4 do të jenë financiarisht të sigurt, 5 do të vazhdojnë të punojnë jo sepse duan, por sepse duhet, 36 do të jenë vdekur dhe 54 do të jenë falimentuar, të varur nga person, pensioni i shtetit ose nga familjarët. Vetëm sa për të mbijetuar në nivelin minimal të jetesës. Pra, pyetja është kjo. Cili do të jesh ti? Cili prej tyre zgjedh ti sot që të jesh? Fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk mësojnë kurrë se si funksionon realisht paraja. Shumicës prej ne na është mësuar kjo rrugë. Shko në shkollë, merr nota të mira, gjej një punë të sigurt, ose hap një biznesin tat. Hap një biznes të vogël, ose nëse ke fat, në moshën 65 vjeç, të dalësh në pension me pak kursime. Por ajo që shumica nuk e di, është se ekziston një mënyrë shumë më e thjeshtë për të arritur pavarësinë financiare. Quhet trekëndëshi i pasurisë. Dhe ai ka 3 anë shumë të fuqishme. Okej? Fillojmë me të parën. Ana e parë e trekëndshit është high income skill. Ana e parë e trekëndshit është aftësia me të ardhurat të larta. Çfarë është kjo? Janë disa aftësi që sjellin të ardhurat të larta. Një aftësi me të ardhurat të larta është një grup aftësish që ka potencialin të gjenerojë 10.000 euro ose më shumë në muaj. Shumica e njerëzve kanë një punë, pak kanë një punë me të ardhurat të larta, pothuajse askush nuk ka një aftësi me të ardhurat të larta. Një aftësi e tillë të lejon të gjenerosh të ardhura me kohë të pjesshme ose të plotë nga kudo në botë. Ajo që t'jep siguri, stabilitet dhe qetësi mendore. Me një aftësi me të ardhurat të larta, ti mund të shijosh lirinë, përmbushjen dhe ndikimin që ka çdo sipërmarrës i suksesshëm pa pasur nevojë të hapësh biznes. Pa teknologji të komplikuar, pa kapital fillestar, pa struktura apo setup të ndërlikuara. Pasi e zotron një aftësi të tillë, vendos fatet e tua financiare plotësisht në duart e tua. Pa u varur nga shteti, pa u varur nga një kompani apo korporat, ti do të jesh gjithmonë i kërkuar, pavarësisht se në çfarë gjendjeje ndodhet ekonomia. Në fakt, aftësia e duhur me të ardhurat të larta bëhet edhe më e vlefshme gjatë krizave ekonomike. Okej? Ana e dytë e trekëndshit është një biznes i shkallëzueshëm. Okej? Është biznes i shkallëzueshëm. Nëse ke dëshirë të nisësh një biznes, aftësia jote me të ardhurat të larta mund të shërbejë si urë kalimi drejt anës së dytë të trekëndshit. Biznes i shkallëzueshëm. Me një aftësi të tillë, ti ke burim të qëndrueshëm të ardhurash, bazë të fortë për të ndërtuar një biznes që rritet. Një biznes i shkallëzueshëm është një biznes që mund të rritet pa pasur nevojë për infrastrukturë të madhe. Për shembull, një restorant nuk është i shkallëzueshëm, sepse çdo lokacion i ri kërkon qirafa të gjatë, investime të mëdha, staf të ri dhe menaxhim kompleks. Ndërsa një biznes online si një dyqan e-commerce mund të rritet pa kosto të larta fikse dhe pa pasur nevojë për një ekip të madh. Okej? Shumica e pronarëve të biznesit nuk drejtojnë një biznes. Biznesi i drejton ata. Ata nisen për të hapur një biznes dhe në fund thjesht përfundojnë duke përfunduar punoj për veten time pa ndërtuar kurrë një biznes të vërtetë. Një biznes i shkallëzueshëm është një makineri hiperfitimprurse që funksionon me ose pa ty. Kjo të jep më shumë liri dhe zgjedhje për veten dhe familjen tënde. Kur biznesi yt është i shkallëzueshëm, fillon të gjenerojë fitime të larta, fitime të mëdha, ti mund të investosh ato para në anën e tretë të trekëndshit të pasurisë. Dhe ana e tretë të trekëndshit të pasurisë është
Okej? Është investimet me kthim të lartë. Një investim me kthim të lartë është një aset që mund të gjenerojë në mënyrë të qëndrueshme të paktën 10% ose më shumë vit pas viti. Investimet me kthim të lartë ndërtojnë pasurinë tënde afatgjatë. Një nga çelësat kryesorë të ndërtimit të pasurisë është ta bësh paran të punojë për ty dhe jo të punosh ti për paran. Okej? Tani, parimi i trekëndshit të pasurisë është ky. Trekëndshi i pasurisë bazohet në një parim themelor. Cash flow, të ardhurat janë mbreti. Ai është ndërtuar për të përshpejtuar procesin e ndërtimit të pasurisë. Rruga është kjo. Së pari, ti rrit ndjeshën të ardhurat duke zhvilluar një aftësi me të ardhurat të larta. Okej? E dyta, më pas këto aftësi të provuara i shfrytëzon për të ndërtuar një biznes të shkallëzueshëm që gjeneron fitime. Dhe së fundi këto fitime investon në investime me kthim të lartë. Kaq, asgjë më tepër. Kjo është mënyra se si ti ndërton siguri financiare për gjithë jetën tënde dhe jeton jetën që gjithmonë ke ëndërruar.